Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami së bashku me ministrin e sportit Borko Ristovski sot zyrtarisht promovuan mini terrenin për rekreacion sportiv në bllokun 70 në Tetov, që do të jetë në shfrytëzim të banorëve të kësaj lagje. Kryetari Bilal Kasami tha se ky është një investim fal bashkëpunimit të pushtetit lokal dhe Ministrisë së Sportit. Sot kemi kënaqësinë që këtu nga bloku urban 70 bashkë me Ministrin e Sportit të promovojmë këtë terren rekreativo-sportiv për të rinjtë e këtij bloku urban. Kjo është një model i suksesshëm bashkëpunimi mes qeverisë dhe pushtetit lokal, me shka dal nga dal po transformojmë hapësirën urbane në hapësirë moderne ku të rinjtë e Tetovës mund të kalojnë kohën e tyre të lirë me aktivitete sportive. Prandaj edhe një herë më lejoni që të faleminderoj për krahjen që vjen nga Ministri i Sportit, dhe kjo nuk është terren i parë i tillë me të cilin Ministria e Sportit është prezente në Tetov, dhe ne besojmë që do të vazhdojmë edhe më të ardhmen në këtë bashkëpunim, dhe për fund kjo tregon që Maqedonisë së Veriut i ka munguar një Ministri e Sportit, dhe besojmë që kjo do të jetë edhe në të ardhmen një ndër ministritë e cila do të jetë më aktive në gjithë territorin, sepse rinia jonë ka nevojë për aktivitete sportive. Ministri i Sportit Borko Ristovski tha se në Tetov ka qëndruar disa herë, ashtu si edhe sot, për të promovuar projekte rekreativo-sportive që janë në dobi të qytetarëve dhe në veçanti për rinin. Danas kad smo tu kada go promoviramo i sportsko-rekreativen kompleks. Unë jam sot këtu që të promovoj këtë kompleks rekreativ-sportiv, një mini kompleks qendër. Ajo që është e rëndësishme për ne është bashkëpunimi me të gjitha komunat, në këtë rast me komunën e Tetovës. Kam kënaqësi që në Tetov, ashtu siç tha kryetari, jemi shumë të pranishëm, kemi shumë projekte që kemi filluar. Kemi përfunduar disa nga ato, ky është një ndër ato. Megjithatë, ashtu siç tha edhe kryetari, vazhdojmë mëtej bashkërisht që në fund të ditës ajo që për të gjithë na është e rëndësishme, ato janë rinia, që të krijojmë sa më shumë që është e mundur si qendra rekreative sportive, që rinia të ketë mundësi të merret me rekreacion dhe sport, që shoqëria jonë të gjithë bashkërisht të ndërtojmë në bazë të vlerave të vërteta që e promovon sporti, dhe mendoj se kemi bërë rrugën e duhur që deri në fund të vitit të bëjmë edhe disa terrene rekreative sportive në territorin e gjithë Maqedonisë, deklaroi Borko Ristovski, ministri i sportit. Kryetari i komunës së Tetovës dhe ministri i sportit, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, premtuan se edhe në të ardhmen do të ketë projekte të rëndësishme në infrastrukturën sportive në Tetov dhe jo vetëm.